pra të Evropës, Gjermania, Franca, Spanja po ashtu, dhe për këto fenomenet që janë shqetësuese për njerëzit, flasim me ambientalistin Besnik Shabiu. Faleminderit për kohën Besnik. A mundesh me na tregu cilat janë mbase faktorët kryesor që kanë sjellur deri te tharja edhe e lumit më të madh në Evropë Danubit? Po, Besnik, se kemi qëllu dëtë me emrin e njëjtë. Po në fakt, këto shqetësimet e cilat përcillen këtyre kohëve të fundit, qoftë me tharjen e lumenjve apo liqeneve, po ashtu edhe me pjesën e zjarreve të cilat po vinë gjithandej, e kanë një emërues të përbashkët, në fakt është mungesa e lagështisë. Fatkeqësisht në periudha të tilla kohore, për shkak edhe të ndryshimeve të klimës të cilat e kanë mbërthy komplet Evropën, vjen deri te mungesa në periudha të gjata kohore e rreshjeve atmosferike, që sjell normalisht edhe në thatësi. Në mungesë të thatësisë vjen edhe deri te pamundësia që të ketë rrjedha normale të lumenjve, po ashtu e njëjtë faktor, sepse këto janë dy gjëra të cilat nuk mund t'i ndajmë nga njëra tjetra, e njëjta vjen edhe te pjesa e zjarreve, pamjet të cilat i pam, të cilat vinë po ashtu si rezultat i thatësisë, dhe në rast të thatësive, barishtet, drojt, zonat e ndryshme pyjore shndrohen në mënyrë automatike në lëndë vetë në lëndë djegëse, dhe mjafton një stimulim i thjesht nga faktori njeri, qoftë një hedhje një cigare cila ende nuk është fikur mjaftueshëm, ose një gjam e kështu me radhë, që mund ta stimulojnë ndezjen e më tutjeshme dhe mandej marrin edhe për masat e tilla, siç e pam rastin në Shqipëri, që fatkeqësisht janë përballur vëllezërit tanë atje, janë përballur me një situatë jashtëzakonisht të rëndë natën që shkoi, dhe urojmë dhe shpresojmë që kjo situatë kaloj sa më shpejt. Kjo puna me zjarret është për shkak të ndryshimeve klimatike apo është edhe për shkak të piromanisë? Po, janë edhe faktorë natyror, edhe faktorë artificial, nëse mundna me i quajtur, kështu që këtu futet mandej faktori njeri. Faktorët natyror normalisht që futen pjesa e ndryshimeve të klimës, e përmenda që kemi një ndryshim jashtëzakonisht madh klimës viteve të fundit, sidomos në kontinentin e Evropës, pra nëse marrim për bazë matjet e cilat bëhen në periudhën pas-industriale, temperatura globale ka arritur është rritur dikun për 1.5 gradë Celsius, dhe kjo rritje më shumti ka prej kontinentin e Evropës. Për këtë arsye edhe ndryshimet më të mëdha të cilat po ndodhin pikërisht në Evropë, dhe këto valet e nxehtë që i kemi pas këtyre kohëve të fundit e kanë prek pikërisht kontinentin e Evropës. Pra këtu kemi të bëjmë normalisht me ndryshime të klimës, përmandej këtyre ndryshimeve të klimës, rastet e caktuara fatkeqësisht i kontribon edhe vetë faktori njeri. E përmenda është shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë që në një zonë në të cilën ka mungesë për ditë të tëra të rreshjeve atmosferike, ku temperaturat kanë qenë mbi 30 gradë Celsius e më tutje, është shumë e lehtë që të vazhdohet ose që të stimulohet djegja e asaj zone, qoftë zonë pyjore ose qoftë zonë barishtore. Në krahasim me vitin e kaluar, në Kosovë nuk ka vatra zjarri, mirë po lumenjt duket se janë tharë. E kam parë drejt për drejt, për shembull, lumin Ibër në Mitrovic, ka aq pak ujë. Çka ndodh në Kosovë? Cilat janë arsyet? Janë të njëjtat si këto në rastin e Danubit, apo kemi ne probleme më të mëdha se sa evropianët? Kosova nuk është e izoluar dhe absolutisht nuk është e ndarë nga vendet e tjera të Evropës, sepse edhe ne jemi shtet që bëjmë pjesë në këtë kontinent, dhe problemat të cilat ndodhin gjithandej Evropës në mënyrë automatike përcillen edhe në vendin tonë. Në fakt këtë vetë, për dallim ndoshta prej verës së kaluar, situata me rreshtet atmosferike ka qenë pak më e mirë se sa që jemi mësu. Vitin e kaluar kemi pas një periudhë shumë më gjatë kohore në mungesë të rreshjeve atmosferike, ndërsa këtë vetë kemi pas disa shkarkime të rreshjeve të shirtë mirë, po këtu për t'u ndalë dhe për ta kuptuar edhe qytetarët çka do të thotë ndryshimi i klimës, është që në një zonë gjeografike kur kemi rrëbeshje të shiut, siç kemi pas rastin në Kosovë, ose intensitet shumë më i lartë i shiut për periudha të shkurta kohore që nuk ka qenë praktik në të kaluamën, atëherë kjo sjell deri te ajo që quhet ndryshime të klimës, dhe këtë vetë Kosovën e kanë përcjell përveç përmbytjeve që i kemi pas në vazhdimsi edhe në periudhën, fatkeqësisht edhe në periudha ndryshme edhe të dimrit edhe të pranverës e kështu me radhë, edhe gjatë verës ka pasur në zonat e caktuara kemi pa, domethënë, vërshime,
po ashtu kemi pas fatkeqësisht edhe shkarkime të breshrit dhe të njëjtën kohë ka pas edhe shkarkime elektrike në formë të vetëtimës. Pra, gjitha këto kanë sjellë pasoja të ndryshme, qoftë në aspektin ekonomik, sidomos në aspektin bujqësor që mandej lidhet me gjithë faktorët e tjerë. Mirë, po normalisht kur vendet e tjera të Evropës, sepse lumejt ne e dim që rrjedhin, për me pas parasysh pse mandej bën pyetjen pse bartet kjo edhe në Kosovë. Normalisht rrjedha e lumejve nuk ndalet në Kosovë. Në fakt Kosova në aspektin hidrografik është vetëm një zonë kalimtare, ujërat prej nesh vetëm janë një formë kaluese që vazhdojnë mandej në shtetet e tjera. Për këtë arsye kur thatësia prek një pjesë të një zonë të caktuar, një shteti të caktuar, në mënyrë automatike ajo problematika me u bart edhe në shtetet e tjera, sepse rrjedha e lumenjve ka me zvoglu intensitetin e saj dhe kjo ka me sjell edhe në thatësirat që i përcjellin nga një shtet në shtetin tjetër. Në fakt ne varemi nga lumenjt artificial, shumica e qytetarëve të Republikës Kosovës, sidomos pjesa e kryeqytetit dhe zonat përreth, burimin kryesor të ujit e kanë liçenin e Batlllavës, një pjesë edhe liçenin e Badovcit dhe është normale që kur zvoglohet rrjedha e lumenjve, kapaciteti dhe mundësia për me mbush liçenet artificiale zvoglohet dhe në këtë formë kjo mandej si pasojë shkon te shumica e qytetarëve. Po. Mbase këtu do dojë ta përmendim edhe liçenin më të madh artificial Ujmanin dhe do t'ju pyes në kontekstin edhe politik. Presidenti serb sot kërcënoi Kosovën se mund ta ndryshoj rrjedhën e lumit Iber, i cili rrjedh nga Malizi, pastaj shkon në Serbi dhe vjen në tokën e Kosovës, ta ndryshoj rrjedhën e lumit Iber. Është lejueshme kjo me konventa ndërkombëtare apo jo? Absolutisht është e palejueshme sepse kemi marrëveshje të cilat sidomos në zonat ndërkufitare, resurset në këtë rast të cilat janë vitale, që normalisht një prej resurseve vitale është edhe uji, nuk mund të bën veprime të tilla pa pas edhe miratimin edhe të faktorëve të tjerë, në këtë rast edhe përfshirjen e faktorëve të tjerë ndërkombëtar, Bashkimi Evropian e kështu me radhë, sepse ekzistojnë edhe ligje të veçanta për resurset ujore, të cilat normalisht nuk guxojnë që të ndërmirën masa të tilla të cilat ja cënojnë mundësinë e qasjen e ujit në shteti ose shteti tjetër. Ky është një lajm sot që besoj më tepër presidenti Vučić po e përdor për të nxit debat dhe për të pasur reagimin nga ana e Kosovës. Për në anën tjetër normalisht janë momente të caktuara kur shtetet i përdorin këtë lloj politikash për të pasur mbështetjen të cilën e kanë si shtete për të pasur si do të reagojë tash faktori ndërkombëtar, a do të arrihet ajo mbështetja që pretendohet që duhet vinë nga shtetet e Bashkimit Evropian karshi Kosovës, dhe kjo mandej e hap rrugën për të bërë veprime të tjera politike, kështu që Ujmanin e kemi një liçe vital për jetën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Ne e dim që në këtë rast nëse veç se bëhet një gjë e tillë, atëherë ne mund që për një periudhë shumë të shkurtë kohore, ne ose 2 ditë nuk do të kemi mundësi që të kemi konsum të energjisë elektrike, sepse në mënyrë automatike ne e dim që termocentralet varen direkt prej Ujmanit dhe qytetarët e Republikës Kosovës, në këtë rast shteti i Republikës Kosovës nuk mund ta përballojë as një deri në 2 ditë një gjendje të tillë. Çka duhet bëj politika kosovare, po besoj çdo minutë që kalon dhe nuk ka reagim është i vënshëm, duhet në mënyrë automatike që të shohemi edhe ne tash në ofanzivë dhe të kërkojmë reagim të menjëhershëm të faktorit ndërkombëtar, sepse Serbia në asnjë formë nuk guxon që na provokojë në forma të ndryshme, ajo veç e ka bën një gjatë të tillë, por nuk duhet guxojë që kjo të kalojë pa një ofenziv nga pala kosovare që të shohen dhe të kërkojnë edhe reagimet më njëhershme të faktorit ndërkombëtar. Në këtë rast, po du me cek diçka me shumë rëndësi, pasi u qel kjo temë, kjo në kuptojmë sepse është e rëndësishëm që të arrihet konsenzusi edhe brenda politikës kosovare, sepse jemi me një momentum kur po kalojmë për një periudhë gjatë kohore që në farforme në këtë vend formimi i institucioneve është bërë një temë tabu dhe nuk guxon që shoqënia kosovare përballet me bllokadat e tilla, nuk guxojmë asnjë moment që të kalojmë me një jetë me një zymësi të tillë institucionale ku nuk kemi institucione të konsoliduara, sepse vijnë momente të tilla siç është rasti i tanishëm që mundën menaxhet në situatë tërësisht pa lakmueshme. Pra ne e kemi obligative që të bëhemi bashkë një herë brenda vendit, që mandej të jemi shumë më të fuqishëm në arenën ndërkombëtare, edhe zoni jonë të jetë shumë unik. Mirë, faleminderit shumë për ekspertizën tuaj dhe flasim herave tjera për shkak se duket se kjo është një problematikë e madhe që